Mjekët japin urdhër, mos I hani kurrë këto 5 ushqime nëse vuani nga tensioni I lartë. Tensioni I lartë I gjakut mund të jetë një shkatrimtar për zemrën, trurin, gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të veshkave. Tensioni I lartë trajtohet me medikamente të dhëna nga mjeku, por së pari duhet të mësoni për ushqimet që e rrisin tensionin dhe të evitoni ato të cilat kanë ndikime negative. Nëse dëshironi të shmangni rritjen e tensionit të gjakut, atëherë duhet të jeni dorë shtrënguar me kripën. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Të kryeni më shumë aktivitete fizike dhe të ruani gjithashtu një formë më të mirë trupore. Në këtë video do ju sjellim disa nga produktet më të mira që duhet të shtoni në dietën tuaj dhe ato që duhet t'i largoni, në mënyrë që të mirëmbani shëndetin e tensionit nën kontroll dhe të evitoni gjithashtu ndërlikimet negative që I kanosen në vazhdimsi atij. Si fillim, shmangni produktet e kripës, të kryeni më shumë aktivitete fizike dhe të ruani një formë më të mirë trupore. Janë çelësi kryesor bazë për një tension më të mirë dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve. Në këtë video do të sjellim listën e detajuar të produkteve që ndikojnë gjithashtu në reduktimin e problemeve të hipertensionit dhe mund të sjellin rezultate fantastike në vlerat tuaja të shëndetit. Por cilat janë vlerat ideale të tensionit të gjakut? Tensioni I gjakut duhet të jetë më minimal në rastet kur nuk kryeni aktivitete të larta, por balanca kryesore sipas ekspertëve atëherë është 12/8. Nëse keni luhatje të papritura dhe rritje të shtuara dëti, tregoni më të kujdesshëm me ushqyerjen tuaj ditore. Sipas ekspertëve të Eating Well, në këtë video do të rendisim ushqimet të cilat mund të ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj të tensionit, të cilat duhet t'i reduktoni ose t'i zvendësoni ato me produkte sa më natyrale për të evituar kështu problemet që sjell hipertensioni në organizmin tuaj. I pari I listës që duhet të konsumohet me moderim ose të zvendësohet me një produkt tjetër të ngjashëm janë mishrat e kuq. Mishi I kuq është I shijshëm, përmban gjithashtu shumë kolesterol dhe mund të dëmtojë shëndetin tuaj të enëve të gjakut. Për personat që vuajnë nga hipertensioni, shtimi I sasive të mëdha të mishit të kuq në dietën e tyre është armiku kryesor për një tension të menaxhueshëm. Një sasi prej të paktën 400 gram mish I gatuar sjell 254 mg krip, 308 mg kolesterol. E njëjta gjë vlen edhe për sallamin, pancetën ose prosciutën, të cilat përmbajnë gjithashtu nivele më të larta të elementeve të kriprave. Picat e ngrira janë të dëmshme në situatën tuaj aktuale. Këto ushqime mund të tingëllojnë si ideale për një darkë të shpejtë, për një racion, por këto pica përmbajnë të paktën mbi 1000 mg sodium. Prodhuesit e saj shtojnë gjithashtu dhe krip dhe substancat të tjera për ruajtjen e saj, duke rritur kështu riskun e tensionit të lartë të gjakut. Salca e paketuar e domates është e dëmshme për personat të cilët të vuajnë nga problemet e hipertensionit. Salca e domateve me paketime qelqe ose metalike rrit tensionin e gjakut. Një paketim me salcë domate përmban të paktën 654 mg krip. Një racion me makarona me salcë domate dhe mish përmban të paktën 1300 mg krip, të cilët mund të ndikojnë drejt për së drejti në rritje më të madhe të problemeve të hipertensionit. Turshit e gatshme, të cilat I blini në market, janë të dëmshme në situatën tuaj aktuale. Sipas të dhënave, një filxhan me lakra turshi jo të përgatitura vetë do të ofrojë 939 mg krip. Turshit e tjera përveç lakrës, si domate dhe kastravecat, janë të zhytura në lëng me krip. Një filxhan me kastravec turshi ofron 1251 mg sodium. Njerëzit që vuajnë nga tensioni I lartë nuk duhet të hanë turshi të tilla. Maksimumi duhet të konsumojnë turshi të bëra vetë, gjithmonë me moderim. Një tjetër ndikues negativ I problemeve të hipertensionit është edhe alkooli. Një sasi e vogël e alkoolit nuk shkakton dëme, por nëse deproni me pirjen e alkoolit, atëherë ju do të rrisni tensionin e gjakut. Alkooli mund të ndryhë kundër medikamenteve të tensionit dhe të ulë efikasitetin e tyre. Ëmbëlsirat e paketuara mund të luajnë një rol negativ. Ëmbëlsirat, biskotat dhe mbushjet shumëngjyrëse që shiten në paketime të bukura janë të mbushura me sheqerna, yndyrna të ngopura dhe kripra. Ushqime të tilla rrisin tensionin e gjakut, sheqerin në gjak dhe gjasat e mbipeshës.
Pijet energjike. Konsumi i pijeve energjike arrit tensionin sistolik me 6,2% dhe atë diastolik me 6,8%. Tensioni mesatar i gjakut rritet me 6,4% pas pirjes së këtyre pijeve energjike, të cilat mund të ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj ditor. Fasulet e konservuara. Ushqimet e konservuara, në veçanti fasulet, kanë një numër të lartë të natriumit sepse janë gjithashtu të përdorura për shkak të një afati më të gjatë të skadencës. Përdorimi i fasuleve mund t'ju ndihmojë në qëndrueshmërinë e tensionit, gjithashtu nëse doni të përdorni fasule të konservuara, më parë hiqni 41% të natriumit duke i kaluar në një kulluese si fillmi. Supa e gatshme. Do të shikoheni kur të zbuloni se sa shumë element të kripës ka një supë e gatshme, sepse ndihmon në mbajtjen e makaronave dhe perimeve të gatshme, të cilat janë të gatuara për një kohë të gjatë që mos prishen. Gjithashtu, mishi dhe nënproduktet e tij të blera në markete janë të dëmshme për shëndetin tuaj. Ushqimet e ngrira. Nëse jeni në dieni se ushqimet e ngrira janë të gatuara një vit më parë se ju t'i konsumoni, atëherë duhet të tregoheni të kujdesshëm. Një sasi e madhe e kripës është e përdorur te mishi i të njëjtës shije, i cili mund t'ju bëjë që të konsumoni më shumë dhe të ndikojë në nivelet e hipertensionit. Ëmbëlsirat. Ju e dini tashmë që ëmbëlsirat janë thjesht sheqer dhe kalori boshe, por është vërtet e dëmshme që ata persona të cilët kanë edhe një konsum të madh të këtyre ushqyesve do të përballen edhe me një ndikim të papritur të problemeve të hipertensionit, gjë që mund të nxjisë gjithashtu një rritje të problemeve në shëndet. Ndaj, nëse bëni pjesë në këtë kategori të personave, tregohuni më të kujdesshëm me ushqyerjen tuaj. Ushqyerja e shëndetshme është një nga mënyrat më efektive për uljen e tensionit të lartë të gjakut. Mëngjesi është vakti tepër i rëndësishëm i një ulje të tensionit. Ky vakt përcakton funksionin më të mirë të organeve, mbron zemrën, por edhe energjinë që nevojitet trupit. Nëse dëshironi të ulni tensionin e lartë të gjakut, atëherë duhet të nisni ditën me një prej alternativave të tilla. Shumica prej tyre janë të pasura me kalium, një mineral i dobishëm për gjakun dhe shëndetin e zemrës. Tërshëra. Tërshëra është shumë e pasur me fibrë e cila ju mban të ngopur dhe ju frenon dëshirën ndaj ushqyerjes së tepërt. Nëse e mbani tërshërën në ujë gjatë natës, në mëngjes do të përfitoni sasi të maksimale të fibrave. Tërshëra mund të pasurohet me fruta, arror, fara dhe mjal. Kosi. Kosi dhe qumshti janë burimet kryesore të kalciumit, një prej mineraleve më të nevojshme për uljen e tensionit dhe mbarvajtjen e niveleve të tij. Të dhënat këshillojnë në konsumin e kosit të shtëpisë në mënyrë që të pasuroni atë me fruta dhe mjalt për të marrë përfitimet e duhura. Frutat. Është e vërtet që frutat kanë sheqer që vjen nga forma e saj e fruktozës, por ato përmbajnë edhe fibra, minerale dhe vitamina. Bananet dhe portokalli janë të rekomanduara sepse ofrojnë kalium, një mineral që e mban zemrën të shëndetshme dhe ul tensionin e gjakut. Farat. Farat e kungullit, farat e linit dhe ato chia ofrojnë përfitime të shumta nëse konsumohen rregullisht. Këto fara janë shumë të pasur me kalium, vitamina dhe yndyrna të shëndetshme, të cilat mund të sjellin gjithashtu një mbrojtje më të mirë të niveleve të hipertensionit. Limoni. Limoni është një nga recetat më të mira kundër tensionit të lartë të gjakut. Ai bën enët e gjakut më fleksible, ndërkohë që vitamina C eliminon radikalet e lira. Limoni ul nivelin e triglicerideve, gjë që ndikon te mëlçia, nxit shtimin në peshë dhe ndikon te tensioni. Gjithashtu në dietën tuaj mund të shtoni produkte të tilla siç janë edhe hudhrat. Hudhrat qetëson enët e gjakut dhe stimulon prodhimin e acidit nitrik. Ekspertët rekomandojnë konsumin e 1 deri në 2 thelpi hudhër të shtypur çdo ditë. Shtypja çliron një substancë që përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ul tensionin ndaj zemrës, por nëse merrni medikamente, mos e kombinoni atë në dietën tuaj. Bananet. Bananet janë një burim i pasur i kaliumit që zbut efektet e kripës në organizëm. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e 1 deri në 2 banane në ditë kundër tensionit të lartë të gjakut. Selinol. Substancat përbërëse të selinos qetësojnë muskuj dhe arterje dhe lehtësojnë qarkullimin e gjakut. Këto substanca ulin hormonet e stresit ngurtësues në enët e gjakut dhe rrisin tensionin. Ngrënia e selinos çdo ditë në dietën tuaj mund të jetë një ndihmë shumë e mirë. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose edhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë